që ka dalë për këtyre partive, po thoni që PD-ja ka liste një njeriut që nuk e njeh, nuk e ka aprovu Sali Berisha. PD-ja ka manipuluar dokumentat sipas jush? PD-ja ka manipuluar dokumentat apo i ka falsifikuar? Çfarë ka ndodhur? Pra PD-ja ka falsifikuar dokumentat? Po. Do të bëj kallëzim penal. Dhe që t'jem me ty korrekt, sot më ka marrë telefon një gazetar i ABC-s, edhe më tha, ja të thash këtë gjë, më tha unë pa verifikoj, tha, te Komisioni Qendrore, a i keni vu firmat, jo se nuk besoj, po du me verifiku, tha, a i keni vu firmat ju në dokument. Kush i ka thënë Komisioni Qendrore se ajo listka e ka lista jonë? Kush është? Kush? Berisha, PD-ja. Ku është ajo? Aty të maqajej me WhatsApp, aty ku dokumenti kishte, ato listën ku thot aty përfaqësuesi i koalicionit. Nuk kishte emrin. Asnjë për aty në letrave nuk kishte emrin, emrin edhe firmën e përfaqësuesit. Përfaqësuesin kush e zgjedh? Përfaqësuesin e koalicionit zgjedh koalicioni. Nuk e Sali Berisha është njëri i pa autorizuar nga 26 parti me bë këtë punë. Që të flasim në shmërisht me popullin, a më kupton se këtu në Shqipëri bëhet gjithçka. Edhe po të them një gjë. Unë jam në gjykat zgjedhore sepse zgjedhjet e 11 maj 2025 janë të paligjshme. Sepse deputetët që janë sot janë të paligjshme. Pse? Ajo më me rëndësi që duhet me ditë populli janë dy gjëra. E para, Këto deputet që janë sot, marrin 500 milion lek vjetra për çdo muaj në mënyrë të paligjshme, sepse... Pse? Në paligjshme? Sepse... Janë të zgjedhur, janë votuar. Sepse ky është vendimi me të cilin janë shpërndarë mandatet. Dhe ky vendim që janë shpërndarë mandatet, të marrë ata mandatet, është bën pa marru ky ankimim. Dhe neni 167 këtu, thot, pa marru ankimimet, pa marru shërtimi këtyne ankimimeve, ti nuk ke drejt me nda mandatet. Pra këta mandatet e të paligjshme, do të thot që popullin shqiptar e udhëheq një grup njerëzish, e sunon një grup njerëzish, me polici dhe ushtëri të paligjshme. Ky është i paligjshëm. Qa dokumenti është ai? Kush e ka... Vendimi, të shpjegoj, e ka këtu, po e të regoj, vendimi numër 21 me datën 13 korrekt 2021. Ky vendim i Komisionit Regulator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është i falsifikuar, sepse ky merret marrin shqyrtim të gjithë ankimimet. Kur të marrin atër këtë zënia ka drejt me marrë këtë. Do bësh... Që ka bo këtë? Do bësh kallëzim penal? Këtë ka dëmtuar kënë i shtetit. Ka dëmë 500 milion. Edhe unë nuk pës fare se që thorë njërë të tu, a këtën janë të interesum, a këtën janë kundërshtar të ides e kauzës teme, edhe mundohen me më përshëtnu, me më ba, a këtën s'kam problem, unë shkej të shteti. Edhe kam shu që ka këm tu thet kallëzim penal, e shikoj e këtu. Kallëzim penal para prokurisë posaçme kundër krimit të organizuar, para SPAK-ut. Ndaj kujt e ke bërë këtë pa dinë? Ndaj kujt? Kam shu SPAK, kanë dëmtuar kënë i shtetit, po. Kam shu edhe te policia shtetit e krimi ekonomik. Kë ke quar në SPAK? Kam shu, urda? Kë ke quar në SPAK? Kam shu SPAK, këta njerë që kanë ndo mandatet. Kush janë ata? Janë, i kam marrë për këtu, Iliran Qilibashi, dhe këta emnet që janë antarë të Komisionit të Regulator, të cilët i kanë da mandatet. Pra këta kanë banë që 500 milion lek populli s'ka buk me hangër. Zëdni, i dashur, babalarë dhe nënat tona, janë mretëni dhe mretëneshët e tonë dashnive që ka bota. Bota. A ka nëllë në herë që nëna jote e baba jote me nda 2 molla me marrë më të madhen? A ka nëllë në herë që një grus, një nënës i ka vdek vajza djali edhe nuk ka vesh me të zezë përjetësisht. E ti e qenë varë para kot me 50.000, 70.000, 100.000 lek pension? Kja është e panërshme. Këtë ka bon kë. Unë nuk mundem, për atë moral që kam, për atë kaos që kam, unë